Para ka qenë kushte të vështira, edhe në shkollë, edhe në jetë, kudo, familje, gjithandaj ka qenë më të vështira. Mësonin, sakrifikonin më tepër se sa ju. Edhe me ta mundësi që kishim, në ndashim që me mësu, me ndërru familjen. Kam futa me shkollën. Nuk kam marru shkollën e mesme, profesionale në Durrës. Me nota shumë mira, ishe i knajt. Edhe të ashtë punoj tjetë si gjithë të tjerët, në punë të ndershme. Të me thënë i ke ndëruar prindrit me notat mësime. Si më ndjeve për e bërë gjysh për e të parë. Edhe gjysh, pra, shumë mirë. Shumë mirë. Edhe njipnit edhe mesër. Të bëjnë të lumtur. Na bëjnë të lumtur edhe neve, e respektojnë. E fundit? Me çfarë shkolle ke bërë arsimin? Arsimin 8 vjeçar kam bërë në Ndroj. Po. Pastaj kam shku në shkollë në Durrës, mesme, mekanikën në Durrës 4 vjetë. Gri pak zëre. Si ka qenë fëmijëria jote? Fëmijëria e gjysës tote ka qenë shumë e vështirë. Jemi rritë pa kushte. Jo si sot, se kemi gjitha kushte, me që se para si jam shumë e këtër, me që mësum shumë, edhe si dhe të mirë. E kemi vajzë shumë të mirë. Por ama, kur i krahasoj me kushtet e përpashme, jemi shumë... Kanë qenë shumë të vështira. Po s'kemi pas qanë për libra, më shpërqëm me një lecë, s'kemi pas në matën me uvesh. Dëgjoni? Tani, në zonë se ti kanë gjitha kushtet, edhe janë shumë mrapa. Nuk krahasohen me ne. Unë po flasë në përgjithësia, se i kam gocat e qunit, kam edhe ajsin që i kam si yvjet me shkolle, kam gocat e qunit ma, njëra kam arru juridikun, edhe ka hecë shumë i mësimet, që ka hecë me kam të veta, pa ndimin e prindit. Kam tjetrën prap të shkolla e gjuhët hulla, po mësën. Jetën kam arru gjimnasin, edhe po hecë shumë mirë. Dhe pa hecë kam si princesh. Do me thënë nga nipit dhe mbesat, je e kënaqur. Jam e kënaqur, pa ma bujtjet tona që kemi bën përpara nuk harrohen kur. Ka qenë dimri shumë i vështirë, me kam zbate, robat si kemi pas kur i kanë sot, se e kam zbate që i kanë kushtet, edhe si askund me mësimet, nuk janë askund. Sjellja këtyre ndryshon jashtë masë, ka një sjellje tepër normave të keqe. Dëgjoni? Një gjënë para shkollës, aty lloj llathesh nga më të ndryshme, në rrugë, nga çunat edhe nga gocat, një fjalor shumë të piset, si thotë jënë shkollë, po ku shkojnë të fëmijë. Po ju kur ishit të shkollë, si silleshit? Jo, po s'kemi ditë. Unë jam rritur bëna 60 vjeçë, llathet që flasin këto si kam përdor kurrë ndonjëherë. Kur i një gjoj, më rënqese trupi, qajnë këto, qëta kjo sjellje kështu, sigur të fëmijë nuk shkojnë në shkollë, kanë mësues shumë të mirë, nuk e kanë latin, shkolla a shumë e mirë, jo e të edukimin, po se ku e marrin këtë edukat, anë telefon. Edhe prindi s'ka mundësi që tu hape një edukat që nuk përdorin fjalë të tilla. E pa mundur edukata këtyre të thush se të fëmijë shkojnë në shkollë, e dalin nga shkolla, edhe kanë një edukat sikur duhet. Kush do bëj një pyetje tjetër? Jo, që pasur 3 djemë. Si do të doje ti që të kishe patur edhe një vajzë? Unë dëshirë kom pasur për një vajzë, sidomos për të funit, për babun tanë. E dëshirosha se kisha 2 djemë, thosha ta kisha një vajzë, po me gjitha ta, unë jam shumë e knashme. Se unë më ban 3 djemë, shumë e knashme. Se në faktën një më kanë ngellë mu në shpirt. 2 janë larguar, ta kam shpirt se mrejnë. Ka ngelu njëri me prindrit. Pyetja tjetër? Që unë nuk kam njohur gjyshin në nësje, a mund ma përshkruash pak me fjallë të tua? Gjyshi. Gjyshin nuk e kam njohur, thot. Mund ma përshkruash pak? Gjyshi ka qenë shumë i veçantë. 7 pyetje, po t'i boshe një përgjigje tjifte.
ka qenë shumë i veçantë, nuk ka ditë kur as me shall në jetën time. Kam kaluar jetë shumë të lumtur, paqe kishte jetën ma shkurt se mua, kam ma gjatë. Po. Kam kaluar shumë. Çfarë pune keni bërë? Unë kam punuar muratore në Guks. Dëgjoni? Kam punuar muratore në Guks, në 5 dëqosha, se nuk ishte ujë si sot, shpërlasha ropat, nxesha në tel, bosha gati fëmijë, një kopsht, një qerde, vetë kam punuar, nuk e di kush e njeh Guksin, kam punuar në Morin, dogan të Morinit, se shkolla të Pojani, gjithë Guksin e kam ndërtuar. Në 70-ën deri në 94-ën. Kam punuar muratore edhe shtëpinë time, e kam bërë vetë këtu. Patuna. Kjo ka qenë. Jeta juaj. Ja jote. Ja po të tregoj nata. Ka qenë shumë e bukur. Unë kam mbaruar Ne shkoshim në shkollë atë. Hangi pa hangër. Mesh një çanta shumë në atë shpejt shkollë. Ama mësoheshim, ishim gjithë në ato të studiu. Derisa ta ishim atë ke punë tonë që ditë nash. Kemi bujë shumë si gjithë brezi. Ka qenë. E kemi bujë shumë si ta. Mos më marrë vjetën që ishin drita, po të marrën vjetën Edhe drita, ma men edhe kështu. Me atë që liu në masim edhe shkushim edhe i bëshim të tyrat, si t'i knashim dhe prindit dhe meken, edhe zushim. Kishit stilolapsa apo me Ka qenë pen. me pen me boj? Me boj, me kalam, ishte një kështu me pen me boj. E di se kemi folur në këtyre. Edhe kur shkoshim shkollë e mashim pen me ngritë dora. Po, që mos të derdhe boja. Boja ke, se na bëshin librat me boj. Kemi hesh. Atëherë bëhet fjalë të kishit mjete të tilla, lloj-lloj ngjyrash. Aq të lumtur, aq të lumtur që i kanë arritur të ditë bukura dhe kanë një kontakt shumë mirë edhe me zyshat, që ne kënaqemi. Pavarësisht se fjaloret ndodh sa fëmijët di flasin, por këtu brenda klasës edhe me zyshat që kanë më shumë. Jo, këtu jemi Brezi mirë. është shumë i mirë, domethënë zyshat. Këtu jemi mirë, po siç jemi këtu, duhet jemi edhe në rrugë, kemi thënë, edhe në shtëpi, në komunitet, në çdo vend që jetojmë, që shkojmë. Duhet të tregojmë edukatën. Po em. Si unë ndjeve ku bëre gjyshe për herë të parë. Dita më e lumtur e jetës time. Unë jam bërë, është 4 herë që po ndyshe, por çdo mbesë tani për ka dhënë ditën e vet bukur. Edhe unë jam shumë e lumtur që kam mielin shumë për zemrën edhe tre të tjerë. Emeli është shumë e mrekullueshme, shumë e dashur. Jam shumë e lumtur. Do një pyet, ha. Kur e vazhdove shkollën. Te vjeçar nga marrë e kompleksit për mjeku. Shkollën e mesme e kam bërë si gjithë me shkollë me Po, në punë edhe në në shkollë. punë dhe në shkollë. Shkollë nate quhej dikur. Bravo. Ashtu derisa ta marrëshim shkollën e mesme. Ku keni punuar? Unë kam punuar në Somane. Në Torreton, në makineri. Punoshim, Në Torno është punë e vështirë. Në Torno. Po. Qose Do një pyetje tjetër, kush ka? Ha. Po. Në qenë ai punë që bëjmë tani, prindrit tani, ka qenë vështirë si atëherë? shumë vështirë. Ne shkoshim krah për krah me prindit. Në moshën tuaj që keni ju sot, shkoshim me një prindit në çdo lloj pune që kishin. U gjendë shumë afër prindëve, të ndihmojshin pak, se kishin shumë vështirësi në punë. Te kazma, te lopata, te lopa, te gjitha, se edhe lopën dhe ti mama. Flasim për punë të vështira, nuk flasim për punën që bën ti sot që ndihmon prindrit. Ja, sot është Megjithatë dhe ti bravo se edhe ky shkon te puna e prindërve dhe i ndihmon. Ne kemi djalë të mirë. Pyetje tjetër? Po. Sa vështirë ishte fëmijëria jote? Fëmiria juaj. Shumë e vështirë. Ju them, kushtet tona kanë qenë dhe i masët të këqija. Jo si kushtet që keni sot, jeni me një veshje shumë të mirë. Prindrit sot shkojnë marrin në dyqanet më të mira veshjet për ju. Ja, rajzin. Shkojnë robat ajzin në 100.000 lekë. sa shkojnë. Ti kishim pas atëherë me i marrë robat e veshjet më të mira. Edhe me ziu sa jeshim. Kur ishe i vogël, çfarë lojash ke pas lujt? Es na bëjë kohë hiç me Jo, ju. është ishte të herë. Ishim të Ishte me top, ka gati branches. Një top me lecka. Top me lecka. Nishim e përse
ka qenë ca letra, i nisë me letra. Po. Edhe një me peta dhe militar duhet. Me peta, militar. Diçka aty. Mhm. Por ku ka doja sot, është hapi pene, dhe sa diçka hapje, është shomi diçka. Po ka kemi qenë në zonë. Lojrat i Sajonit. Me atë tonë. Po. Po. Sa më në rëkisi. Si ako të qenë koha tani e 2025 sa për koha më përpara? Keni që ju Se më pas kisha asgjë çfarë çifte. Tash i dishen gjitha, jeton gjitha, i plek gjitha, i ka shumë bukur, jeton i ka shumë bukur. Sot nuk u lagën këmbët. Pra për kushtet tani është më e mira. Po për shkollën, për fëmijërinë, për shoqërinë, për familjen. Sot njerë u bëjë, thonë vetëm për vajza, që vishen e trinë ma thjeshtë. Vajzat që do mos, një thënë shumë. Ja u themi gjithmonë të vishen serioze. Si kanë pas qenë qytetet ku ju keni pasjetuar? Kanë qenë të mirë, të pastër? Pasërtia ka qenë shumë të vore. Asnjëherë nuk më ke një diçka dhe të jetën tonë. Atë ke kujtë. Sa tashi, sa qa ke e hedhë. Në bëshim aksion, çdo ditë para pallatit, dilshin gjithë shkalla. Gjithë shkalla shishin pastrojnë. Letra çdo ditë. Pastroi se s'ka. Lyheshin me gëlqere, çdo gjë pastrohej, pastronte vetë komuniteti. Po, lagja, kjo lagja pse kishte. Lagja tjetër. Kush kishte fëmijë, dilshin fëmijë. Kush kishte fëmijë, dilte baba, prindi majma. Gjithë me fshes për jashtë pastrohej jo burri. Se ishte dimër, bitë borë, s'kishin ka, ishin kapë lopata. Çdo vend e dera pallatit. Sa fëmijët nuk qekin në ato puçte vetë nga dera. Po Alesja? Më përpara, ku lashët ju? Të njësin dhe ka një? Ku lashin? Lashin nga natë. Ose ka qenë një dush me vajgur. Ka qenë një dush me vajgur e majme, e nisën atë edhe ashtu lashin. Për çfarë ndjen çaj kur i përmeni kushtet e atëhershme me të sotme ndjen çaj, sepse ka qenë Me gjyshin tim, si u ndjeve? Normal, që si s'do njeri ashtu. Jeta një që shumë e bukur, shumë e mirë, vështirësit kanë qenë, sa do që vështirësit e jetesës kanë qenë, shumë vështirë. Megjithatë, pra familjet, pavarësisht se ka pas vështirësi, familjet kanë qenë shumë të bashkuara. Ke edhe një pyetje, po? Kur ishte diktatorin e përkom, kishte na çik frikë? Po, se ju e keni jetuar atë periudhë. Po na punë kemi qenë treja, më thëmë, në këtë kohë të diktaturës, edhe nuk do të fiqe, nuk do të thoshe në përlagje që kështu jo, se edhe ne nuk thoshim. ishte koha atëherë. Bënë një jetë normale, shikonin punën dhe ishin në rregull me diktatorin. Duhet ka një herë edhe diktatura duhet. Ca regla e kishte mirë, ca regla e kishte mirë. Noel, vete dorë? Kanë qenë normat, je me telefone, je me gjana, je me... Sa ka pas qenë nga atëherë dhe kam dyshuar shumë nga tani. Rrogat, Noeli. Gjyshi sa kanë qenë rrogat atë, me që jenë në marrëdhënie pune akoma. 2000 lekë vjetra. 2000 lekë të vjetra. Edhe tani bëni krahasimi vetë, jo sa Ka ata. shumë diferencë me rrogën sot. Sepse një çmim ka qenë. Jetojsh me vështirësi. Po. Vallai shëndeti ka qenë më i Shkojshim plot. shkollë. Shëndeti ka qenë më i plot. Let që 5 lekë tip të baba për shembull me shku në shkollë. Sot du lekë për këtë, du për atë. Po pra, atëre kanë qenë shumë gjërave falas. Një shëndetësi nuk fuse. Emil? Cila ka qenë lënda e të preferuar? Tash shumë çe muzikë kisha, po kjo ishte. Muzika, shumë mirë. Juve? Lënda e preferuar? Gjitha kam pas preferuar, mos i kam pas gjitha me vjeta. Bravo. E po nga ty kanë gjerajsi. Matematika, ju gjyshi? Nuk pas histori, gjeografi. Po gjithësi kom pas mirë, po ta kom pas për ju më tepër. Ke pasu qef.
Si kanë qëtë klasat e tjera të shkolla? Klasat, si ishin klasat atëre, bankat, Ato banga dishin kështu, zeza, me atë pjesën kështu, veshim... kutinë e bojës, të një vrit, Çanta vetë aty poshtë, çantë, i thoshin, s'kishim çantë, po ashtu. trast. Ashtu trajse, ashtu ishte bërë. Dora na hitë nga dritarja. Kështu. Edhe si kemi pas kushtet tuja, mund si kemi pas. Keni si Prandaj në Europë, ju si si në do Europë. keni më Ja, si shpirtëqyse. në Europë. Do keni si yje, si keni gjitha Sa të bukur e kemi klasën, a? Jo, të bëshoni keni. Jemi me televizor në klasë, Po nuk e kemi veshin, as matin, as fundsi, si që kanë këto sot. Jo, si nata me po mësusit ju vërtistin, e qik tani të kaloj qik unë dhe pjesa ime. Ja, e qove, ca quna bëshë shumë, apo të rinë ati me i kam. Me i kam. Me i kam e to të rjetë e lejtë. Ata që bëjnë zhurëm, shiko se të nëshin, Manda si qonë me Ose se kur vinin me vonezë. me një kam, do ja u bëj dhe unë këta. Tjetër? Në një gjë tjetër për mësuesit që mund na thoni? Jo, për mësuesit tuaj. Edhe tonë të kemi pas mirë. Se kemi vështërsi, që edhe ato pa ma të mësim në shpjegoshin pa ma. Po kanë qenë kanë qenë Të repta. Po, kanë qenë. Ishte koha të që u donte edhe ajo. Po. Po hitë të mësuesin derë, Po gjëshën kam për do njerë. se cëk, nuk një gjërë të du. Mësuesit e bërë sot shumë tolerant. Po pra, nuk një gjëshin. Tolerancë sepse Autoriteti mësuesit, do të jetë më autoritar mësuesit Se prindi, thot, mos ma prek fëmijën, Po pra. mos i fol, mos pa bullizo, kështu që çado që të bëjnë ndane nuk u themi dot gjë. Po, nuk jemi, dhe me thëmë, nuk jam për përgjësin mësueset të fëmijën që kanë më tolerant nga nuk angazhimi prindve, jo vetë mësuesit, Po Eldis, se nuk japën plotësisht. Atëhera, ka pasur njerëz që bënin gjëra të këqija? Që boshin, Grabitje. Si s'ka pas? vjedhje, grabitje. jo si Ai shumë, më jo pak. si tani, ma pak, jo si Pak do dënimi ka qenë më edhe. Edhe nuk e bënin më. Po të si kishte frika, se po të ishte diktatura, ishte ligji. Si fol dy fjalë Hales. pizë, lloj. Ku fol që ne kishim kulturë, eduka. Para mësuesit, para Mosha prindit, ju para shokët. shanë ndru, njërë të Kur tjetër, ka për ai që grabitet, mos futi gjë kështu në një karrige elektricitet. Që punë kemë grabitje të Ati kanë mendje këta. Nuk hym në këto gjëra. E nea, ke ndonjë pyetje? Dikush tjetër? Po. Ka thënë prindrit që kur vënoheshi për shkollë, që i nisi tip vizore që i bini të dora. Po. E ka ndodhur juve të bëni? Me vizore, ju kanë qelluar mësuesit? vizorja gjatë ishte 1 metër. Rritë e këtë, unë e të Karolina. E kam dhe unë një vizore aty. Të gjatë. Ata që kështin dhe shëshirë. Dorë para në të kërësisë. Ato që si që mirë, vete si që këta binandeli, ishin ta binderi, që i vete e mato dhe... Një tjetri. Ha, thoni të dyja pyetje dhe gjyshit përgjigjen. Çfarë moshë ishit kur ishit martuar? Në çmosh jeni martuar, dhe na i thon gjithë me radhë dhe Si shkonit në shkollë dhe u ktheheshin në shkolla. në këmbë shoku. Ja ishte lartë. Atëherë, nëna 17 vjeçë, juve 19. 27. 27. Në shkollë me çfarë shkonit? Të gjithë në këmbë, në kushte të vështira, se shi, se bor. Hajde Eldis. Si për shembull, në atë kohë që keni pasur shkollën, na ka pasur anglisht ose gjuhë huaja? Kishte rusisht Edhe francisht. edhe frëngjishtja. Rësisht e ka qenë, gjuhë tja ishin të rume, edhe me fol në rrugë, edhe me fol në Ha. shkollë. Si u njoftët me partnerin e jetës? Si u njohë, në dashuri. Disa me dashuri, disa me lajmësi. E dini ç'është lajmësia jo? Kur dikush, Me shkesë. jo me zor, ja.
Dikush të orienton tek personi dhe shikoheshin, pëlqeheshin dhe fejoheshin. Jeni shumë larg nga ajo pjesë. Atëherë, i falenderojmë gjysherit dhe gjyshet. Shumë faleminderit. I keni ruajtur shoqërinë? Kemi ruajtur, po, jeni shpërndasur. Po, jo, Tani këto njiheshin të gjithë se ishte shkolla më e vogël, vendi më i vogël ku jetonin. Kurse ka sa ju, sa jetë Atëre. Po, Elioni. Si në ditë juve kur edhe hoqa dhe në jetë. Tani disa thellë brenda vetes janë gëzuar, por nuk e shprehin dot. nuk e shprej. Do me thënë të gjithë kanë qarë. Të gjithë kanë qarë për momentin, pavarësisht se dikush brenda vetes mund të jetë ndjeri i çliruar dhe i gëzuar për. Anëse, duke qarë në gëzimi, nga trishtimi. Po pra po. Rini aty të bëjmë se nga i foto.